Në fshatin Samadraç të Suarikës, aty ku historia dhe kujtesa kolektive takohen, qëndron kulla e Rezistencës, një objekt që ruan dhe përcjell rrëfimet e brezave që sakrifikuan për lirinë e vendit. E ngritur në lokalitetin Lugina Shnicave, kulla është ndërruar në një pikë therimi për historinë e rezistencës shqiptare në këtë zonë. Iniciatori për ndërtimin e kësaj kulle, Qazim Vosi, ka rrëfyer për historikun dhe rëndësinë e këtij monumenti të veçantë. Kjo kullë tash quhet kullë, megjithëse që është nisë si lapidar për shkak të mi skanuar të gjithë që ata 22 veta të vranë nga pushteti serbo-komunist. Edhe unë kam menduar, edhe ne kemi menduar bashkë me institucionet komunale që kulla është objekt i rezistencës, edhe skanimi i tyre është shumë më i përshtatshëm në kullë. Është objekt i fortifikuar, domethënë kulla ndërtohet me muret e trasha, i ka ato vetit e veta, dritaret e vogla, derën e vogël me atë qivien, i ka vendet ku është bërë rezistencë më herët nga kulla. Është bërë rezistencë në kohët kur kanë qenë luftat fisnore atëherë dhe ka met kjo kullë. Jo kjo kullë, po kullat kanë met. Sidomos në rajonit tonë ka, se tjetër ku nuk ka kulla. Prandaj asnjë. Kjo kullë e kanë bolu, se në Samadraç kanë qenë 9 kulla. Kjo është si simbol i 9 kullave të Samadraçit, njëri edhe shërben në formë tjetër për skanimin e këtyre figurave që kanë pësuar nga pushteti serbo-komunist. Brenda saj ruhen artefakte, fotografi dhe dëshmi që pasqyrojnë periudha të ndryshme të historisë, nga përpjekjet për lirinë në fillim të shekullit 20 e deri te lufta e fundit e Kosovës. Rëndësinë nuk e kemi menduar që do të ketë që kaq rëndësi, se kjo kullë dal nga dalë u shëndru në selitë e ballit kombëtar. Ju si për shifni këto fotografit janë të gjithë personalitetet e ballit kombëtar, cilët kanë dhënë jetën për një Shqipëri etnike. Prandaj, jo vetëm Samadraç, po të gjitha komunat vinë këtu, sidomos komuna Frizaj, Shtimje, Gjilan, Peje, Kret, kanë fotografi, kanë histori këtu. Prandaj është një seli e ballit kombëtar. Samadraça njihet për kontributin e saj në periudha të ndryshme historike, ndërsa gjatë luftës së fundit dha dëshmor dhe martir në shërbim të lirisë së Kosovës. Këtu poshtë kemi të parat, kush është marrë me sport, këtu. Atje kemi të parat kush është marrë me kulturë e shoqëri. Arkitektura autentike e kullës dhe fotografitë e ekspozuara brenda saj flasin fuqishëm për kohën e luftës, historinë e Samadraçës dhe për trimërinë e banorëve dhe dhimbjen që mbeti pas. Në 1912 deri në 1945 i kemi të vramë 22 vetë, të likuidum të vramë për shkak të rezistencës që nuk janë pajtuar me regjimet e atëhershme. Më rëndësishmja, sidomos luftën e fundit ka treguar një rezistencë të madhe, kemi 12 dëshmor dhe 36 viktima, e cila i ka dhënë një epitet Samadraçës edhe më të madh. Përveç vlerës historike, objekti po merr gjithnjë me shumë rëndësi edhe si destinacion i turizmit kulturor. Vizitorë nga zona të ndryshme ndalen për të njohur më nga afër historinë e fshatit dhe rrogtimin e gjatë të popullit shqiptar drejt lirisë. Kam pas gati gjitha shkollat e Suarikës kanë ardhur, kanë marrë program këtu dhe kanë vizituar shkollën, këtë kullën. Kam vizitor her pas here, sidomos njerëzit që kalojnë këtu pari edhe të hujt që kalojnë kthehet, bëren me një rast ishte një Amerikan, po veçoj ato, po këshypi i shkollë, po thonë hada të mendu që unë shqiptar. Jo, tha unë nuk di, e hinë e këqyri, barëm aty e kom edhe kryetarin e Amerikës, atë asi kure po. Domethënë ka edhe asi vizitor se si objekt është pak simpatik, po edhe historik, apo kupton. Kështu që ka vizitor. Kulla e rezistencës nuk është vetëm një ndërtesë pejguri. Ajo përfaqëson kujtesën e një populli, krenarinë e një komuniteti dhe një amanet që historia të mos harrohet. Në heshtjen e mureve të saj ruhen rrëfime që vazhdojnë të flasin për qëndresën, sakrificën dhe idealin e lirisë.